Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Kryeministri Rama, familjar të viktimave, deputete, zyrtar të tjerë kujtuan sot 4 të vrarët në proteste 21 janarit, duke vendosur lule në bulevard. Rama deklaroi se 15 vjet pas këtij krimi të rënd, ende drejtësia nuk ka ndëshkuar ata që udhëruan vrasjet. Ai u shpreh kritikë edhe ndaj prokurorisë së posaçme që sipas tij bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ivanka Trump, ka mbërritur paraditën e kësaj. Leonard Duka është dënuar sot me 30 vite burg si porositës dhe organizatori vrasjes së ish policit Santiago Malco. Për 5 anëtarët e tjerë të grupit kriminal, gjykata dha 25 vjet për secilin. Krimi ndodhi për shkak të përplasjeve me grupin Ervis Martinajt për lojrat e fatit. Policia e Tiranës ka goditur një tjetër rast të trafikut të armëve të zjarrit. Në pranga kanë përfunduar disa persona, ndërsa kanë kapur automatik Kalashnikov dhe armë të tjera. Ato dyshohet se do të ushqiteshin grupeve kriminale. Personi akuzuar për vrasjen e një shoferi pas fërkimit të makinave kërkoi falje për krimin e rënd. Ai tha në polici se në momentin e konfliktit ishte i dehur dhe nuk mbante mend asgjë. Rruga Arbërit është bllokuar në pjesën më të lartë të saj si pasojë e rreshjeve të dendura të Duborës. 10 automjete janë detyruar të presin derisa borpastruesit mund të mundur hapjen e aksit. Rreshjet e dendura të Duborës kanë sjellë probleme edhe në veri dhe në juglindje. Kalimi në shumë rrugë bëhet vetëm me zinxhir, ndërsa në zonat e thella stuhit kanë sjellë edhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Këshilli i Ministrave ka miratuar adherimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes për Kosova është vendi i radhës në Ballkan që ftohet i jetë